Java që lam pas, solli një ngjarje shumë të veçantë për adhuruesit e qenve dhe të gjuetis revista e Zagorëve, ku mblodhen pjesëmarrës nga vende të ndryshme për të prezantuar racat më të mira, elegancën dhe aftësitë e tyre. Në mes në shumë konkurrentëve, disa emra arritën të dallohen dhe të shpallën fitues të këtij edicioni. E për këtë ngjarje do flasim sot në studion e programit të mëngjesit me përfaqësuesin e Federatës së Gjuetisë së Kosovës, Ajet Salihu. Mirëmëngjes, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes, mirë se ju gjetëm. Ju faleminderit. Gjithashtu kemi një antar të kësaj federate dhe gjithashtu fitues Avdyl Tullari. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në studio. Mirë se gjeta. Si dhe Gent Hyseni, gjithashtu antar dhe fitues. Mirëmëngjes, Gent, mirë se erdhe në studion tonë. Mirë se gjetëm. Ju s'keni ardhur vetë, përveç kupave dhe mirënjohjeve, gjithashtu keni me vete edhe Qantë e gjuetisë. Qantë e gjuetisë. Po e nisim, sepse jam shumë kurioze me i prezantu pak edhe me shikuesit, me qenë se ka herë nuk kemi pas qenë këtu në studion e programit mëngjesit, po e nisim me qenin fitues të Avdylet. Ky është qeni i gjuetisë, është raca pasavc. E kultivoj këtë racë pej 2016. E moj racën e pasavcit, janë zagorë të mirë, janë të meshëm, të ngushëm, është zagor i derrit, e njek derën e eger, e kultivoj vetë këtë racë. Nuk ka racë e përzi me racë e pas që është. Dhe kjo e ka zonë venin e parë këtë vetë. Pra e kemi fitues. Liskon, numër 1. Numër 1. E të shukoj emrin? Lisko. Lisko. Pse Lisko apo thjesht? Lisko e ka emrin që shtu e ka. E ke të është emrin i preferueshëm i Zagorëve. I preferueshëm i Zagorëve. E qeni i Gentit shukoj emrin? Kjo është Femën, për ndryshe, kjo është Lisa. Lisa? Po, Samir. për ndryshe, kjo ka zonë venin e dytë, në pjesë ku murë ngora të qenve të gjuetisë. Për neve kjo nuk do me thonë veç një rezultat, do me thonë një punë, një përkushtim, angazhim për ta që na kushton shumë kohë. Zakonisht me të preferoj dhe dalë në gjueti për lepër dhe për dhelpën. Dhe bazë të aty në konkurencë që patëm në gara që morën pjesë, ma merr mendja që edhe juria e vlerësoj për vendin e dytë. Pra e kemi vendin e parë dhe vendin e dytë të këtij edicionit, po e quajmë revista e Zagorëve. Në fillim, unë hezitova me përdorë si fjalën Zagorë, se të më drejtën ndoshta ne zhargonin që përdorim, shpesh e marrim si një term ofendues. Na trego çfarë nën kupton ky term? Faleminderit. Kinologjia është disiplinë apo shkencë që mirret me studimin e qenve. Me hi në detale, do me thonë një ori studimi për qentë. Qentë është një lëmi e gjerë, ndërsa në kryesisht ndahet edhe në qenë mbrojtës, për mbrojtje të afërm, qenë për roje, qenë për shpëtim dhe qenë për gjueti. Në kadër, në aspektin e lëmijës së gjuetisë, hynë zagartë. Para arsye se zagartë janë qenë gjuetisë që ndahen në shumë raca. Për shembull, të rasti jonë është raca e ndjekësi pasavinës, mandej kena trëngjysha dhe raca tjera, mos i përmendëm veç e veç. Prandaj, fjala zagar është, qysh me thonë, një afërsi me gjahtarin, se gjahtari nëse del në pyll për gjueti, nëse se ka zagarin, është i vetmumë. Për shumë që fëllas drohen pak me zvete. Që shkallojnë me zvete, janë mirë? Mirë. Po shoqërohen tasha njën ma herët? Jo, njën e ma herët, po për shkak të studios e kanë pak atfarë Lizës për pëlqen. Sa për shone me bishtje, po i pëlqen Lizës. Po studia mësë po i pëlqen Lizë, ka po i pëlqen studio nuk e di. Diçka po i pëlqen. Diçka po, për arsye se këta janë qenë shumë në hatjen e kanë të përsosur dhe janë shumë inteligent. E për këta arsye përdoren për gjueti? Po. Për shembull, qëllimi i revistës së Zagorëve çdo herë është për me bë klasifikimin me nxjerr një rast të pastër, do të thonë pedigrejen. Për çat arsye është mbajt, ku e përmendë pak më herët, edhe revista me 24 që u mbajt, revista e Zagorëve në Grashtic, ku pjesëmarrës kanë qenë
gjatarët e vend gjyqitive të Prishtinës, 1, 2 dhe 3. Ne, si komision, që i kemi vlerësu, ka qenë dikun afër mbi 70 qaj apo zagar, do me thonë qaj të gjyqtisë. Pra, ka pas gogja konkurencë, apo jo? Po. Investojnë edhe këta që i dojnë kafshët, veçanërisht qantë tek qantë të gjyqtisë? Normal që investojnë edhe është investim bukur i shtrejt. Unë e kom përmend disa raste dhe ma herë që një zagar i mirë kushton. Tash i kena prezentave të më një zagar i mirë mbi 10.000 euro, shkon deri një 20.000 euro dhe bili zdon me folja me një për atë qashtje. Me qenë se kultivon, kushton edhe me i vajtë me i kultivu, a përfiton edhe me i shit? Jo, nuk i shesëm. Vesh në i shuqë që shtu bënë vakine një herë, për ju se së më varë mi fiksojnë, vesh sportin a pilqen për sport për hobi i mojna. Tha që zakonisht është për me gjujt dera, po... Ky për dera tegër është... Dera tegër. Po e përdor një ose ke edhe ndoshta të tjerë që... Kom tjerë që gjujnë tjera të gjë, po i kom edhe 7 sopa i kom të shpia. Cëllën e merë ma shumë kur dalë në gjujt i? Këta derit, kur dalë për der, i marë derit. Kur dalë për gjatë vogle, i marë ata tjerë t'i kom. Pra dhe të ki specifikisht? Po, i kom racat e dame. Po, lizës përveç po i pëlqen lizë ko, qka gjunë tjetër kjo? Kjo zakonisht lepër edhe dhelpën. Pra e merë në gjujt i? Për tjera gjenë nuk është. Këtu zakonisht e kom dresirat vetë, ma shumë, i kom përkushtu ku ma shumë në këtu 2 gjë, dhe nuk e kom provu në tjera, nuk e lëshajnë tjera gjë. Po, e përdorë dhe kje dhe tjerë qenë gjujtis? Po, kam tjerë qenë gjujtis, i kam edhe 5 tjerë, po këto e këna morë shkokës e fitaj i vendin e dytë për atë arsye. Shumë mirë, Lisa pra vendin e dytë. Ka pas dhe tjerë që është përbju në mes në 7-10 qajve? Ka pas se ka shumë zagar të mirë, që vlerësohet me nota 5 dhe me shumë mirë me 4, të gjithë, se po shkojmë njërë kronologjike, të gjithë zagarët janë vlerësu dhe i kanë marrë certifikatat se të pedigreja, kur të bëhet vlerësimi, se na në eksterier i vlerësojna, dhe me thonë në pamjen e jashtme, dhe ato e vlerësojnë dhe klasifikojnë zagartë, e merë shënimet e prindit, nanës, të babës, nëse ka mundësi gjyshës të gjyshit, për me mujtë me nxerë racën gjakun e pastër pedigres. Në këtë drejtim ka kontribu mjaft shumë Federata Gjatarë të Kosovës, ku e falenderojnë edhe sekretarin e Federatës Enver Jusenin, gjithashtu ai është edhe përfaqësuesi i gjyqtisë të Kaprollit, domethënë shoqatës menaxher i shoqatës Kaprollit dhe 2 menaxherëve tjerë të asaj shoqate. Ne i marrëm dhe veç e veç i analizojna, i këshyrim veçërit e tyre të jashtme dhe në fund i vlerësojna me notë shkëlqyer dhe i lëshojna certifikata që me mujtë me shumu qantë që janë të pastër, me gjak të pastër. Pra, ideja është me i shumu. Po, arsyeja është që me nxjerrë racën e pastër, për shkak se të qartja zagarve, duhet të kemi një uri që ndikojnë faktorët gjenetik dhe fenotip. Do me thonë, faktorët e mranshme dhe faktorët e jashtme. Të faktori i mranshme të gjenet e zagarit ka rëndësi shumë madhe se për cilën. Dërsa, të faktorët e jashtme të fenotipi, ato është ushqimi, është tereni, është ushtrimi, se si i ushtron, ku i ushtron, dhe shumë e shumë tjera. Pra ndaj, ne në këtë aspekt tentojna që ta kena racën e pastër dhe është shumë zagari dëgjueshëm, inteligent, kështu që është kënaqësi kur e ki edhe zagarin e mirë, se zagari që është i mirë, ai e dëgjon edhe pronarin dhe nuk është agresiv. Po shifet edhe nga vetë historia që janë qaj të afruar, të shumë të shëshruar dhe nuk janë të rrezikuar. Ne si gjyqtar kur dalim nuk e kena qëllimin me pas zagarin vetëm për gjyqti, por edhe për shoqëria? Edhe për shoqëri. Për arsye se zagari mirë, pronarin e dëgjon dhe nuk i largohet aq tepër. I pranon komandat e gjatarit dhe gjatari nuk ka qëllimin me dalë me vra, po ka qëllimin një farloje, një hobi me liruat energjie negative dhe me mush me energji pozitive. Se shoqëria në natyrë është do me thonë pa stres, e jek stresin. A vëllë që ka mendojnë që është vlerësu ma tepër,
që mori dhe vendin e parë në këtë revist? Po, Lisko e ka racën e pashtë që të Pasovcit, ka ardhë me masa në kokë, matët pej koke, pej majës tunës të në kitashtin mi krye, i ka ardhë masat e sa lypet me i pas, gjatësin, naltësin, krejt, në gjyra lypet me konë, që to i ka plëcu kushtet me të tëna dhe me konë, standardet i ka mush komplet edhe ardhë të i të veni parë. Edhe shumë i qetë? Po, edhe i qetë, edhe i kom edhe 5 sopa tina, pasarës tina që i kom për këti që i kom kultivu, i kom të shpia. Pra janë edhe 5 pasarës, janë identik? Identik janë. Njësoj? Identik, njësoj janë. Ndërka qëfar është vlerësu ma te për te Liza, Gend? Po që shë përmen edhe kolega, zakonisht këshyrën tiparet e zagarit, në gjyren, qëfar në gjyre ka, trupin, format, këto e bojnë ma të veçantë. Edhe këto shanjat, larat e bojnë ma të veçanta? Edhe ato janë perimetra matës? Ta zëme e ka një shaj qëtua qëtua? Që në të regoj, këtë rast. Standardet e Pasovci, do me thonë krejtë të ngjyra, do të me qenë, kjo këto, sa me qenë ma e qelën, është ma e mirë, dhe ngjyra e bardhë, mundet me kanë deri 1/3 si përfaqës. Nëse e kalon 1/3 si përfaqës, bjen nga notimi. Është mirë me pas qaforën e bardhë, kamt e bardhat, katrat, në formë të qerapës ose në formë të qizmët. Ecjen do të me pas elegante. Edhe ecja vlerësohet. Pa tjetër, ecjen do të me qenë elegante, se kur del atje në revist, do të me pas në anën e majtë, pronari, zagarin, edhe me bo një rreth, edhe një vrapim. Do të thot, ato vlerësohet, pamja jashtme, si po ecë, si po qëndron, edhe do të me koni qetë, jo me qenë agresiv. Te huna do të me qenë e bardhë, te nofëlla, këtu te hunët e maja hunës, e dëshirueshme është ngjyra e zezë, por lejohet edhe ngjyra e kuqes, portokall në realitet. Kështu që vesht do të me pas parasysh, mirëmbajtja veshve do të me qenë në nivel. Do me thonë si të çdo zagar. Shumë investim, apo jo, agent? Ngjyra e bishtit do të me pas pjesën e bardha atje te maja bishtit, dhe do të me vlerësu në çdo aspekt. Qysh e keni mësu me do të me këshyrë edhe te goja të dhëmt, se zakonisht te zagart ose te qent janë dy lloj kafshimi. Kafshimi gërshër dhe kafshimi dona. Kafshimi gërshër është ma e preferuar, ndërsa ka raste që edhe donat është e lejume, por kafshimi gërshër është ma e preferume. Të dy këta ka qenë gërshër dhe i kanë pas standardet të cilat i kanë plotësu në bazë të vlerësimit të kinologë ndërkombëtar dhe se unë e përfaqësoj edhe federatën dhe si kinolog, kështu që ka dhe shumë zagar të mirë, po të gjithë s'kanë mujtë edhe me i pru. Po, sigurisht sepse ka dhe zagar të tjerë, i kemi vetëm të parin dhe të dytin. A ka qenë e vështirë Gend me mësu me ecë një ecje elegante? Qysh po kërkoj? Sepse këto tiparet e tjerë ndoshta vinë edhe nga lindja, ngjyra këto. Do thonë gjenotipi. Po, nga gjenotipi, po kjo ecja besoj është diçka që mësohet. Zakonisht me këto lindë, vore shembull edhe prej paraarsit e sajna, shembull na kur ti bojmë kryqëzimin e zagarve, zakonisht i lypëm me tipare, ai plotson kushtet, se shembull ka plot prej tyre që dalin deformum, edhe na shkojmë e zgjedhëm shembull zagarin ose femnën që i plotson ato kushte, shembull ja këshyrëm kamt, këshyrëm vesht, këshyrëm ngjyrën, ai plotson të gjitha kushtet për me bëni kryqëzim. Edhe zakonisht kur është edhe zagari, edhe shembull puna e Lisës ashtu, që i plotësojnë kushtet, padyshim që kanë me dalë të mirë. Apo mendon me bëu ndonjë Po, hala Lisa është e re, do me thonë tash i ka veç 1 vjet e gjys. 1 vjet e gjys, edhe menoj me kultivu. Mendon me kultivu të tjerë. E Lisko? Liskon e kultivoj, e kom kultivu, i kom... I ki tashmë të veç. I kom pasarësit e ti 5 sopa, 2 janë gjajshëm si këkrejt. Do pak ma ndryshe, janë me lara pak ma ndryshe, po njëjtit janë. Mu që ka më befason, shumë po
përngjojnë edhe aq ndryshe njëri me Po tjetrin. ne e bojna kombinimin, kur e bojna do me thonë në mes veti nuk janë kur që s'do të me konë në gjak femna me moshtin, gjak s'do të me konë, edhe kur si janë gjak del edhe kvaliteti i mirë. Po në qoftë se janë gjak aty nuk mundet me pas të mirë, Po, pasarës të mirë. nuk e di, a janë të rrezikshëm apo jo Gend? Jo, A për muj- njerëz janë shëshnushëm, A mujore mu shëshnu pak me Lisën, se pa pesha... problem, është shumë e dashur, si për njerëz, si për këtë nuk din me konë agresiv asnjëherë. Shoq po ka qef me shëtit pak. Hiç sa problem, unë është me marrë shlirë. Hajde shkojmë. Hajdes. Po më duket mirë pe bon ecjan, ose pak ve kanë probleme. Sa ma shkort dhe Për në anën e shosin. majtë. Unë është edhe ma ofër me majtë, se kjo të përcjell. A po, a? Po. Hajde loq krej, hajde ka one. A e lojmë sot punën krejt e bojmë pushim. Ku po më qënë kjo? Nuk... Jo, hajgare kom bo. Hajgare. Veç hajgare kom bo. E shumë e las drume je, a? Jo, që venin e parë s'duhet. Hajde këne. Nuk e di Lisko a vjen o s'vjen? Lisko përshet për tutët, nëse Pse, përshet. sa vjeti ka Lisko? Lisko 4 vjetë. 4 vjetë dhe shumë afrikacak se Liza. Po rrshet këto veni i rraf shumë poshtë për shasim, aty për tutët. Po, e po është edhe Se kur del natyrë, kë nuk tutet, e që fillon me njëherë aksionin është aktiv çdo herë. Këta e ndestinuar për natyrë, apo jo? Aktiv, po këtu peshevet që jo mbyllën për din që duhet me najtë që shto serioz. Ama shumë mirë, po më pëlqen edhe që shporre. Serioz, por. Ne kena kujdes të ushqimi dhe mirëmbajtja zagarve, duhet me qenë të vakcinuar nga fillimi, prej moshës 1 mujore, i marrin gjitha vakcinat, mandej nëse është qëllimi për riprodhim, atëherë duhet se ka ndryshu edhe legislacioni për qenë, duhet me në vokë me regjistru, këta e marrin edhe qipin, si të regjistrohet e marrin edhe qipin, kështu që përcjellet edhe zhvillimi i reprodukimit të zagarve të gjuetisë. Faleminderit shumë, ju pres erave të tjera, ndoshta me ndonjë panaj revy tjetër përsëri. Ndërqofshi, ishte kënaqësi për neve, ju falenderojmë në emër të federatës dhe në emër të spektrit të gjyqtarëve në përgjithësi. Faleminderit shumë. Është një përkrahje shumë e madhe që me vlerësua edhe gjatë